këtë edicion do të ndiqni. Policia në Gjakov intensifikon kontrollet për testin e alkoolit të ngasësit në komunikacionin rrugor. Gjakova vazhdon të jetë pjesë të projektit për kontrollin e antibiotikëve. Përse vizitohet Muzeu Etnografik i Gjakovës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Policia në Gjakov ka intensifikuar kontrollet e saj përmes alkool testit për të matur sasinë e alkoolit të ngasësit. Ekipi ka qëndruar në terren së bashku me zyrtarët policor për të kuptuar se si bëhen këto kontrolle dhe sa të shpeshta janë ato sidomos në orët e mbrëmjes. Nga kontrollet e realizuara, 22 patent shofer janë konfiskuar pasi drejtuesit e automjeteve janë kapur duke vozitur në ndikimin e alkoolit, në kundërshtim me rregullat e trafikut rrugor. Plani operacional kontrolli shoferëve për përdorim të alkoolit është duke vazhduar në kuadër të drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov. Ekipi i televizionit Syri ka qëndruar së bashku me zyrtarët policor në terren, të cilët po zbatojnë këtë plan në të gjithë rajonin e Gjakovës, Malishevës dhe Rahovecit, me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacionin dhe parandalimin e aksidenteve të shkaktuara nga vozitja në ndikimin e alkoolit. Sipas komandantit të trafikut rrugor në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, kapitenit Albin Sehaqia, në një përgjigje me shkrim për televizionin Syri, deri më tani alkool testit janë nënshtruar 125 shofer. Nga kontrollet e realizuara, 22 patent shofer janë konfiskuar pasi drejtuesit e automjeteve janë kapur duke vozitur në ndikimin e alkoolit, në kundërshtim me rregullat e trafikut rrugor. Drejtoria rajonale e policisë në Gjakov ka bërë të ditur se ky plan operacional do të vazhdojë gjatë gjithë sezonit veror. Kontrollet do të intensifikohen për shkak të ardhjes së mërgjimtarëve, si dhe organizimit të festimeve dhe hajhençeve të ndryshme. Zyrtarët policor do të jenë vazhdimisht angazhuar në terren me prezencë dhe kontrolle të shtuara për të garantuar sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion. Policia bën thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve që të mos ngasin automjetin në ndikimin e alkoolit, duke respektuar rregullat e trafikut dhe duke kontribuar në parandalimin e aksidenteve. Kujtojmë se qëllimi i drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov është të mos ketë viktima në rrugë. Kompanitë që janë në umbrellën e Ca Group, si Center Mall, Kino Hyri Hana, Hotel 12, Televizioni Syri, Neoplast dhe Bloku Group, vazhdojnë traditën e vendosjes së flamujve amerikanë në nder të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përmes këtij gjesti, shprehin respektin për SBA-n, duke konsideruar respektin ndaj Amerikës si respekt për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë, si dhe përmitësinë dhe përkrahjen e saj të përhershme. Kjo është një shenjë mirënjohje dhe falënderimi ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trendet e zhvillimit të teknologjisë informative dukshëm kanë ndikuar edhe në fushën e shëndetësisë. Ginekologu gjerman Thomas Gerhard në një nga emisionet tona shprehur se shumë zhvillime e ka ndryshuar tërësisht metodën e punës. Zhvillimi teknologjik përveç fushave tjera ka ndikuar në mënyrë pozitive edhe në shëndetësi. Në emisionin Med Plus të televizionit Syri, mjeku gjerman Thomas Gerhard tha se metodat në fushën e shëndetësisë kanë ndryshuar plotësisht. We are treating, one example, cancer of the breast. In the beginning, when I started as a young doctor, this was large surgery, large incision. At that time we made mastectomy, we removed completely the breast. Now we have methods, we make such small incisions, remove the tumor, make another small incisions, the so-called sentinel lymph node, and surgery has finished.
Po ashtu, ai tregoi edhe për trajtimin me kimioterapi. The other methods from oncologists with treatment with chemotherapy and so on, they have developed very much. They are available now here for the patients in Kosovo. And here we are working together with the oncologists in Pristina. And so the outcome, let me say one number, traditional cancer of the breast, all women were afraid, now I will die. Now we have the level 19% are completely well, all over their life, nearly 90% by these modern treatments. Në të ardhmen e afërt, pritet që metodat e trajtimit të sëmundjeve shëndetësore të trajtohen me inteligjencë artificiale. Kjo metodë vetë se ka filluar të përdoret në disa shtete evropiane e amerikane, që së shpejti pritet të zbatohet edhe në Kosovë. Prej gati 2 vitesh, Gjakova vazhdon të jetë pjesë të një projekti për kontrollin e antibiotikeve. Specialistja e mjekësisë familjare Violeta Zërza, duke folur për rëndësinë e implementimit të këtij projekti, bëri të ditur se kohëve të fundit rezistenca ndaj antibiotikeve po kthehet në një nga sfidat më të mëdha të shëndetësisë, prandaj kërkohet që të punohet më shumë në këtë drejtim për të kaluar këtë sfidë. Rezistenca ndaj antibiotikëve po kthehet në një nga sfidat më të mëdha të shëndetësisë. Për të luftuar këtë fenomen, një projekt i madh që ka nisur rrugtimin nga Kopenhaga ka gjetur pikërisht Gjakovën si një nga 6 komunat në Kosovë për zbatimin e tij. Për të treguar më shumë se çfarë është saktësisht ky projekt, na flet shefja e repartit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, doktoresh Violeta Zërza. Kujdesi parsor shëndetësor në Gjakovë ka prej vitit 2024 e zbaton programin e kujdesarisë antibiotikëve, faktikisht ose përshkrimit racional të antibiotikëve. Dhe për këtë arsye në Ministrinë e Shëndetësisë nga viti 2024 ekziston një dokument që quhet Procedura Standarde Operative, i cili na jep edhe udhëzime lidhur me zbatimin e këtij programi të kujdesarisë antibiotikëve. Në vitin 2024, Ministria e Shëndetësisë ka filluar të bëjë zbatimin e një projekti i cili është lidhur ndërmjet qendrës kombëtare ose qendrës ndërkombëtare për përshkrim të antibiotikëve, e cila është me selinë e Kopenhag, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë. Dhe pas këtij projekti, pas lidhjes së këtij projekti mes 2 institucioneve, ne si Gjakovë ose si kujdes parsor shëndetësor jemi përgjithë si komunë në këtë projekt lidhur me kujdestarinë e antibiotikëve. E duke qenë se 90% e përshkrimit të antibiotikëve bëhet në kujdesin parsor, menaxhmenti ka formuar një grup të veçantë për pasqyrim më të saktë të situatës. Pas angazhimit të kujdesit parsor shëndetësor në këtë projekt, atëherë menaxhmenti i kujdesit parsor shëndetësor në Gjakovë ka formuar një grup punues për të cilës janë të involvuar profesionistët shëndetësor në njësi të ndryshme të kujdesit parsor shëndetësor me qëllim të vlerësimit të situatës ekzistuese dhe shqyrtimit sa më objektiv të përshkrimit më racional të antibiotikëve. Ndonse ky projekt fillimisht është parapar të zgjasë për një periudhë 3 vjeçare, ai mund të vazhdojë edhe më tej. Për të ruajtur vlerat e borovnicave, vjelja e tyre tashmë ka filluar dhe duhet të bëhet me shumë kujdes. Fermieri Xhavet Alia nga fshati Hereç prej shumë vitësh kultivon boronica dhe plot fruta të tjerë malor, për të cilat kujdesi gjatë gjithë vitit vetëm që cilësia e tyre deri te plasimi në treg të ruhet sa më shumë. Vjelja e boronicave tashmë ka filluar dhe nga fermieri Xhavet Alia po konsiderohet si një nga periudhat më të bukura të verës. Vjelja ka fillu në kohë optimale, ka qenë një kohë e përshtatshme për vjelje. Fatbarësisht fuqia punëtore nuk ka mungu tek unë, po as te fermerë tjerë, domethënë këtu në këtë rajonin e Gjakovës, po dhe Tjonikit që janë
nuk kom dëgju të fermer që ka në ankesë për punëtor. Fermeri Alia gjithashtu thot se kushtet klimatike kanë qenë të favorshme, përjashtuar me vetëm disa ditë kur ishte shumë gratë. Edhe vitin e kalum, po dhe këtë vit temperaturat nuk kanë qenë ato të cilat kanë pengu në punë për pas 2-3 ditë që i patëm ditë vape, po këtu na praktikojmë në mëngjes dalim, i kryjmë 4 orë punë, edhe në mbrëmje kur është pak kohë ma freskët, i kryjmë edhe 4 orë punë tjera. Do thotë e përshtatim edhe kohën e punëtorëve mos me vujt për temperaturave të larta, po dhe bimin mos me shtresu gjatë temperaturave të larta. E kur është fjala të rendimenti, ky vit ka qenë shumë i kënaqshëm. Ky vit ka me qenë shumë i begatshëm me rendiment, janë rendimentet jashtëzakonisht larta dhe unë jam shumë i kënaqur, po edhe fermerët tjerë me cilët kam bisedu dhe kem pas kontakte, jemi shumë të kënaqur. Për shembull, në hektar nuk ka shkuar në 10.000 kg produkt i boronicës, dhe boronica është, që shifet edhe këtu, është shumë e shëndetshme, është e shëndosh, do thotë si frut është i shëndosh, dhe tregojnë edhe këto pjesë të tjera të frutit të cilat janë në fazën e pjekueshmërisë, diku mas 1 javë ose 10 ditë ose 2 javë dite, janë me një rendiment jashtëzakonisht mirë. Në shumë rajone, sezoni i vjeljes së boronicave zhvillohet pikërisht gjatë muajve korrik dhe gusht. E njohur si suka e Cërmjanit, nga shumë njerëz njihet si pika më bukur natyrore në rrafshin e Dugaxhinit. Kjo hapësirë e bukur e ngritur mbi fshatin Cërmjan llogaritet si një destinacion i preferuar për shumë adhurues të natyrës dhe fotografisë. E vendosur mbi fshatin Cërmjan, suka e Cërmjanit është një nga lokalitetet më të rëndësishme arkeologjike në Kosovë. Ky vend njihet për historinë e lashtë dhe mbetjet e një vendbanimi të fortifikuar, që dëshmojnë se jeta në këtë zonë ka ekzistuar që në kohet ilire. Nga maja e sukës shtrihet një pamje e gjerë mbi rrafshin e Dugaxhinit, ndërsa pozita e saj strategjike besohet se ka shërbyer dikur për mbrojtje dhe vëzhgim. Gjatë gërmimeve arkeologjike janë zbuluar mure, fragmente enësh prej qeramike dhe objekte të tjera, të cilat hedhin dritë mbi jetën e banorëve të kësaj treve në periudha të ndryshme historike. Kjo hapësirë e bukur e ngritur mbi fshatin Cërmjan llogaritet si një destinacion i preferuar për shumë adhurues të natyrës dhe fotografisë. Suka e Cërmjanit mbetet një dëshmi e rëndësishme e historisë sonë dhe një pasuri kulturore që vazhdon të zgjojë interes për të kaluarën e kësaj ane. Në Muzeun Etnografik në Gjakov gjenden disa artefakte të cilat pëlqejnë shumë nga vizitorët gjatë gjithë vitit kalendarik. Besmir Hasi, drejtor, thotë se muzeu vazhdimisht ofron guida për të gjithë të interesuarit, që zgjedhin të njohin më shumë historinë dhe trashëgimin e muzeut. Për turistët e huaj dhe ata vendor, gjëja parë interesante kur vizitojnë një vend, për ta është historia e atij vendi. E historia e qytetit të Gjakovës dokumentohet në Muzeun Etnografik. Besmir Hasi, udhëheqësi i muzeut, tregoi se cilat janë disa nga artefaktet që pëlqejnë nga vizitorët. Se cila anë e ka do thotë veçoritë veta, veshja Hasit do thotë ka një kolorit me motivacione të ndryshme, po ashtu edhe veshja Dugaxhinit e ka motive të ndryshme në veshje që paraqiten për vizitorët të huaj edhe vizitorët tonë, do thotë gjithmonë një lloj përshtypje veshje të ndryshme që i shohin, por edhe dallamat e qytetit do thotë edhe elekt me tonat kadife do thotë janë që i bojnë të interesuar. Muzeu ofron guida të përhershme edhe ato të përkohshme për të cilat foli po ashtu Hasi. Në katin përdhes do thotë prezantohen zeje të ndryshme të zejtarëve, artezan, mjetet punës që janë punu, por edhe produkte, siç janë saraq, zeja saraqit, zeja e kutigjive, zeje të ndryshme do të thotë zeje të arzive, rroba çep që kanë punu veshje të ndryshme, ndërsa kur ngritem në katin e sipërm, do të prezantohen veshjet, mënyra se si e kanë jetuar të shtëpi tradicionale, sepse vetë muzeu është shtëpi tradicionale. Ne kemi do të thotë guidat e ndane, dhomat, hapësirat e kemi të ndane, është dhoma e nusës, dhoma e punës, dhoma mysafirëve, çardaku, ku secila ka karakteristikën e vet, edhe shpjegimin e vet që i bën vizitorëve. Muzeu Etnografik i Gjakovës gjendet në një shtëpi tradicionale e ndërtuar në shekullin 19, ndërtesa fillimisht i përkiste familjes Sina dhe më vonë u ble nga familja Haxhi Ismaili.
Në vitin 1981, ajo u mor nga kjo familje në pronësi të kuvendit të komunës për ta shndruar atë në muze etnografik. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titullat kryesor të këtij edicioni. Policia në Gjakov intensifikon kontrollet për testin e alkoolit të ngasësit në komunikacionin rrugor. Gjakova vazhdon të jetë pjesë e projektit për kontrollin e antibiotikëve. Përse vizitohet Muzeu Etnografik i Gjakovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.